Suksesi Moskaku ishte më i madh, nuk ke. Edhe për mua ishte se kupa parë ose trofej parë që mora si trajner. Edhe ai grupi ishte i jashtëzakonshëm i lojtarëve. Ma vonë në atë grup u shtu edhe Bërshemi. Ma vonë në atë grup u shtu Rudi Vata. Edhe kur fillon edicionin e ri, atë ishte në kampionat kishim bërë 4 ndeshjet e para, kishim 4 fitore. Ziku mund të shkoshim. Aja ishte, domethënë, nuk e di se ku mund të shkoshim, domethënë mund të kishim një periudhë që mund të ndeshim ndoshta titull kampion mund të merrshim edhe rresht. Sepse grupi i lojtarëve nuk kishte vetëm 11 qenë. Po kishim edhe 14, 15, 16, 17 lojtarë gati aty ishin. Ne kena pasur mbrojtje të jashtëzakonshme herë para. Hysen Zbjani i djath, Isak Pashaj i majt, Seri edhe Bardhin 2 qendra të mbrojtjes. Pra kena luajtur me një mbrojtje elastike, mbrojtje në vit drejt. Të gjithë emra fantastik. Në qendër të mbrojtjes pak nga majta Seri, pak nga djatha ishte Bardhi. Pa ishin të shpejt, të shkallë, Zmiani, ai Pashaj, hysa me atë eksperiencën, me atë sigurinë e tij, me pozicionin e tij, krosimet e tij. Mezi fush ishte Briza, ishte Ardian Bushati, ishte një grup lojtarësh jashtëzakonshëm që unë e përmenda pak më parë. Feridi e kompania, Luan Vogatano, ta kanë qenë thash, një grup i mirë, andaj ishte Roland Luqi, Fasli Fakja, unë Roshi me radhë herë këne.